Miqtë e Faks News, përshëndetje, mirë se erdhët në këndin e intervistës. Ditën e sotme do të zhvillojmë një intervistë me një nga zërat më të diskutuar brenda Partisë Demokratike, edhe pse në një farë mënyrë Partia Demokratike e quan si të përjashtuar. Në studio kam zotin Ervin Saljani, ish deputet i Partisë Demokratike. Faleminderit që erdhët në studio. Faleminderit ju, mersi. Zoti Saljani, ju keni deklaruar që zoti Berisha në një farë mënyrë ju ka thënë që i detyrohet Ramës diçka për të qëndruar në pushtet deri në vitin 2033. Në çfarë rrethanash u ka thënë këtë? U kam thënë, jam përgjigjur një bisede që zoti Berisha e ka amëndsuar, sikur e zhvilluar mes meje dhe ti, për një diskutim për vrasje, nëse i referojnë të një gjë para rreth një javë apo 10 ditësh. Kështu që kam thënë këtë si një mënyrë për të zhvlerësuar një deklaratë e cila nuk ka baza, por një gjë duket që është e vërtet që status quo-ja në Partinë Demokratike, qëndrimi i Sali Berishës dhe disa individëve tjerë cilët po themi e mbajnë të uzurpuar për interesa personale e Partinë Demokratike i shërben Edi Ramës. Pra, Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha, pavarësisht se kushtet kanë qenë më të favorshme në 11 maj 2025 se sa në zgjedhjet e vitit 2021, ka pasur një rezultat katastrofik. Pra, krahasuar me mandatet, 83 mandate Partia Socialiste, ndërkohë që Partia Demokratike në vitin 2021, pavarësisht se vinte pas një sër gabimesh, siç ishte marrëveshja e 2017-s për që pasi bashkëqeverisje, siç ishin lënia e mandateve, braktisja e bashkive, ndryshimi i sistemit zgjedhor, përsëri diferenca me Partinë Socialiste ishte 30.000 vota. Ndërkohë në vitin 2025, në Partia Demokratike e drejtuar nga zoti Berisha, pati, po themi, në favor disa element të rëndësishëm. Konsumimi i 4 mandateve të Edi Ramës, 3 mandate e para që ishin, po themi, shkatruese për Shqipërinë, kishte në favor atë që vetë, po themi, cilësoj me narrativën e vetë si avantazh për Partinë Demokratike, rikthimin e Donald Trumpit si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kishte SPAK-un, i cili nuk ishte si në të kaluarën që goditi opozitën, por goditi, po themi, segmentet të rëndësishme të qeverisë, 2 zëvendës kryeministra, kryetarin e bashkisë më të rëndësishme që është Bashkia e Tiranës, ish kryetarin e bashkisë Durrësit, një sër zyrtarësh tjerë nxjerrën kërkim të bandave si banda e Durrësit e Elbasanit e kështu me radhë. Dhe pavarësisht të rrethanave lehtësuese apo favorizuese për Partinë Demokratike, Partia Demokratike pati një rezultat katastrofik. Pse e pati? Këtu nuk duan të lexojnë pasaj, dhe duan të jedhin hi syve qytetarëve, demokratëve dhe shqiptarëve, gabimet e Partisë Demokratike, mos përfaqësimi drejt në listën e deputetëve të njerëzve që u votuan më shumë në Partinë Demokratike, shkatërrimi i meritës, konsumimi personal i zotit Berisha, ku diun, mos një narrativ që ka 35 vite dëgjojnë të njëjtin muhabet. Pra po të heqesh, mos e shohësh vitin, apo ta marrësh një fjalim të caktuar, zotërisë është njësoj si vitin 93-94. Do ta shkatroj, u tmerru, ku diun, u gogolizu, për ndërkohë Rama vazhdon. Nuk është kjo punë që sa të merrohet Rama apo sa friksohet. Puna është si ta mundi me Edi Ramën. Edi Rama nuk mundet duke thënë javë për javë, po të merru këtë javë, nuk po flej javën tjetër. Ç'po ka mund apo njerëzit flej apo s'flej Rama, apo të merrohet apo jo? A e largojmë dot me votë Ramën apo jo? A e largojmë dot me protesta? Xhirot në bulevard pa strategji nuk janë zgjidhje, janë reagime për mos ndryshim Partinë Demokratike dhe janë reagim ndaj lëvizjes që po bëj unë dhe kolegë tjerë për të ndryshuar situatën në Partinë Demokratike. Ju keni qenë disa herë pjesë protestave të Partisë Demokratike? Po për erë, sepse unë jam në Partinë Demokratike dhe duke qenë se jam në Partinë Demokratike, unë po ndjek, po themi, atë që ka marrë vendimare Partia Demokratike, po kjo nuk më pengon që ta kritikoj kur është gjë e padur. Protestat pa strategji, si miza pa kokë. Dil aty, ku di unë, i gjymë ndej, dil këte, rotullohu këtej. Pra nuk e di askush ç'a bën. Kjo është një paqartësi strategjike që po e dëmton Partinë Demokratike. Partia Demokratike duhet fokusohet te rregullimi vetes, tek ndryshimi i leadershipit, tek narrativa tjetër në publik, te një qasje tjetër. Çfarë nënkupton me këtë rregullimi i vetës? Vendosja e disa rregullave për meritën në Partinë Demokratike. Ndarja e një pjese, pra strukturat partijake, ku nuk përfshi edhe Partia Demokratike, është e ke të pamundur që nëse nuk krijon hapësira për njerëz që vinë nga shoqëria,
njerëz që janë certifikuar në profesionet e tyre apo në hapësirën publike nga publiku dhe që i do publiku, po themi, po që kanë treguar dhe integritet, nuk vinë dot dhe ty në garë me njerëz të partisë, sepse dihet që në parti njerëzit mbështesin njëri tjetrin. Pa duhet krijuar e para brenda partisë vlerësimi i kontributit në mënyrë drejtë, që primarët nuk u respektuan, e dyta krijimi një hapësire me një përqindje të caktuar për njerëz që vinë nga shoqëria, për të dhënë një tjetër frymarrje dhe impakt Partisë Demokratike, dhe elementi tjetër që është shumë i rëndësishëm, dy të tjerë që janë shumë të rëndësishëm, janë marrëveshja me gjithë partitë e tjera dhe bashkimi brenda vetes i të gjithë demokratëve të pakënaqur, të cilët sot janë të shpërndarë, sepse nuk përfillen nga leadershipi zyrtar, përfshiten nga zoti Berisha. Pa çdo shqetësimi, siç e keni parë edhe dje, çdo shqetësimi të demokratëve i përgjigjen me përjashtim. Ndërkohë që ka premtuar kur referoni ditës djeshme që erdhim nga Durrësi pas përjashtimit. Po patjetër, si mund të jetë e besueshme një parti politike ku brenda vetes thotë pa vërteta. I shkuan dje, i thanë në zotëri, shkuan drejtuesit e Degës Durrës, e thanë këta kanë punuar me ne, kemi qenë një ekip, pra fajin është parti për një partia, se drejtuesit e partisë janë për rekord Guinness, është vetmja parti në botë që i kërkon llogari antarëve pse nuk fitun. Ndërkohë që antarët zgjedhin leadership që diçoj drejt fitores. Antarët i kërkojnë llogari leadershipit dhe drejtuesve dhe kryetarit të partisë në këtë rast. Ata erdhën edhe me dokumenta. Po patjetër, erdhën edhe me dokumenta, erdhën edhe me prova, erdhën edhe me kandidatin më të votuar të Bashkisë Durrës, në degën e Durrësit. Ndrejt Pjetrën, duke thënë ne kemi punu bashkë. Ka punuar për mua që jam kandidat. Tani ju si e keni bërë këtë llogari? Pra, ajo nuk ishte për treguar që çka ka ndodhur, se nuk përjashton dot njëri nga partia, partitë kanë nevojë për njerëz, po ajo ishte për të treguar, po themi, falsitetin e akuzave të zotit Berisha ndaj njerëzve që kanë kontribuar dhe kontribuojnë për Partinë Demokratike, po themi, kanë gjithë jetën e tyre. Dhe kjo e çon Partinë Demokratike në këtë situatë që është. E ndjeni veten të përjashtuar apo do vazhdoni të kërkoni drejtimin e Partisë Demokratike? Pasi në radhët më të larta të Partisë Demokratike ju jeni përjashtuar. Në politikë të përjashton vota apo mbështetja. Dhe të përjashtuarit e vetëm në kuptim figurativ nga njerëzit janë drejtuesit aktual të Partisë Demokratike. Pra të përjashtuar janë të papërfillshëm në shoqëri. Pra në politikë duhet jesh për të pasur impakt, për të pasur ndikim, për të pasur ide, për të pasur njerëz. Ta s'kan asgjë nga këto më. Dhe unë jam jo vetëm që nuk jam pse s'më përjashton dot njëri, nuk më përjashton dot njëri më. Mo dhe nga zgjedhjet s'më mundin dot të më futen në burg, do pyes për këta. Këta janë qesharak, të cilët nuk përballen me votë. Politika ka vetëm një rrugë. Hyrë në garë, meqense pretendojnë që kanë mbështetje të madhe. Ta provojmë se sa mbështesin demokratët, por edhe shoqëria, njërën palë apo tjetrën palë. Përveç se duhet të respektojnë statutin. Statuti përcakton që se statuti është kushtetuta e partisë. Po, për të ndalur këto për ndryshimet në statut për të larguar ju, për të hequr Ninin Basha, pra, a funksionon edhe për të përjashtuar ju? Dhe çfarë do të bënit ju nëse? Po mua nuk më përjashtojnë dot, se nuk më përjashtojnë dot. Do ta shikoni që nuk do të ketë asnjë. Nuk më përjashtojnë dot se nuk është kaq kollaj. Edhe ja u kam thënë, po e them edhe këtu te ju, nuk është kaq e lehtë. Cili do të ishte hapi juaj që thoni nuk është kaq e lehtë? Çfarë do të ndiqni? Ka një rrugë hapësirë ligjore? Së pari kontaktet me njerëzit, së dyti pa diskutim që janë edhe hapësirat ligjore, por unë i besoj procesit politik, që kur ka mendime të ndryshme, sidomos brenda një partie politike, duhet zgjidhen dhe duhet të nënshtrohemi një procesi politik që çonte gara dhe të vota për të parë kush është shumicë, kush është pakicë. Nuk është puna të ne zgjidhin në drejtësia, të drejtën apo jo, se drejta është e qartë fare. Zoti Berisha ka premtuar në vitin 2022, kur u rikthye në krye të partisë, se nisi nga 2021, që zotit Basha ja vjedhin zgjedhjet, dhe po të vi unë, Rama nuk më vjedh. Dhe nisur nga kjo premis, vendosi një nen në statut për të mos e lënë vetëm si detyrim moral, se është detyrim moral që një kryetar opozite kur u mbet të jap dorëheqjen, vendosin statut me këto terma, që të mos thuaj sot që na u vodhën zgjedhjet, vendosi që se Partia Demokratike nuk është forcë qeverisë pas shpalljes së rezultatit zyrtar të zgjedhjeve të përgjithshme, kryetarit partisë u mbet mandati më njëherë dhe nuk ka të drejtë rikandidojë. Pra me ligj, me kushtetut, po nëse nuk ndodh kjo.
Po unë besoj që ka njerëz... Do i drejtoheni gjykatës? Unë personalisht nuk i jap asnjë avantazh Ramës, sepse kjo do të jepte një avantazh Edi Ramës në kohë të gjatë. Sepse do kishte një proces gjyqësor në kohë të gjatë dhe Partia Demokratike do hynte prapë në një, po themi, cikël që e kemi kaluar dhe nuk i ka shërbyer Partisë Demokratike. Por nëse zoti Berisha, po themi, insiston në paligjshmërinë e vet, unë besoj që ka demokratë tjerë të cilët mund ta ndjekin atë proces edhe unë nuk mund të imponoj dot. Ju jeni kritikuar për protestat, madje jeni shprehur publikisht se këto protestat duhet të jenë edhe më të mëdha. Pra, e cekët pak më parë se nuk po i shërbejnë. Po ju keni menduar që ju vetë në gjithë ato që ju mbështesin të thrisnit një protest ndryshe nga ajo çfarë bën ose kritikon e Partisë Demokratike? E kam menduar, e kam diskutuar me kolegë, kemi diskutuar dhe me partitë të tjera në fakt. Sepse po bëjmë kontakt me gjithë spektrin politike dhe për një arsye tjetër përveç Partisë Socialiste, kuptohet, për të pasur, po themi, një opozitë e cila jo vetëm është alternativë, po e garanton rotacionin. Dhe është domosdoshme që të jenë pjesë të gjithë partitë e tjera. Por kjo kishte dhe ka një risk që do dukej një ndarje e madhe me Partinë Demokratike, nëse bëj një protest, po themi, e thirrur më veta, sepse unë po kërkoj dhe po garoj për kryetarin e Partisë Demokratike. Dhe do ta bëj gjithë përpjekjen këtu në këtë parti. Ndarja më veta, duke i lënë, po themi, logo, sigël e tjera do të cilëte këtë problematik në publik dhe për këtë arsye nuk kemi thërritur protesta dhe e kemi shmangur si opsion. Por nuk ka diskutim që u them qersisht, nuk ka diskutim që një protestë e thirrur nga një grupim tjetër njerëzish që ka mbështetje siç kemi ne në bazë dhe tek qytetarët, do të kishte shumë masivitet. Njerëzit nuk po dalen për shkak të gabimeve të njëpasnjëshme të Partisë Demokratike dhe për shkak të uzurpimit të Partisë Demokratike, se pakënaqësia ndaj qeverisë është në nivelet më ekstreme, këtë e garanton apo ta them me garanci edhe nga sondazhet që ne bëjmë dhe që e shohim se si është qeveria sot çat ditë. Ju takoni qytetarët, pra kryesisht jeni në çdo pikë, në çdo rreth të qytetit të Shqipërisë. Cila është thirrja që më së shumti ju bëhet ju? Pra, keni një mesazh që ju kërkohet liderit të opozitës diçka, pra pastaj ishte ditën e djeshme jo më larg se sa dje, ju tha që pse liderit të opozitës, sepse ju nuk vini në Durrës, pra keni ardhur në Suks, keni ardhur në Manës, por nuk keni arritur të hyni në qytetin e Durrësit. Shiko, njerëzit më thonë një gjë më të drejtën, që mos u triq nga kjo betejë, sepse kanë parë që shumë njerëz triqen apo kanë një lloj sikleti që nuk e di. Dhe pa diskutim që unë nuk triqem nga kjo betejë. Thirrja e demokratëve është që të japet rrugë një procesi për të ripërtërirë Partia Demokratike, sepse Partia Demokratike, kështu siç është, e ka treguar me këtë leadership që ka të pamundur ta mundë Edi Ramën. Ne kemi interes të mundim Edi Ramën. Nuk është problemi të bëjmë një privilegj. Të gjitha do i bëjë ndryshe. Nga mënyra e zgjedhjes deputetëve, nga rikthimi i meritës, nga vlerësimi i kontribuesve, nga një program tjetër. Patjetër, duke bërë një matricë me disa indikatorë të matshëm, që janë vota e andarësisë, pëlqimi tek qytetarët nëpërmjet sondazhit, madje pëlqimi tek qytetarët, kontributi në publik dhe në opozitarizëm, kontributi në organizimin e partisë, mënyra e komunikimit e tjerë. Pra komplet tjetër qasje. Nuk do krijoj një grup që ka qenë 2009 që vetëm u mbet dhe rri prapë aty. Po çfarë rrin për karriget e veta vetëm? Çfarë i shërben shoqërisë që kur u mbet se kjo është demokracia, se është e rëndësishme shumë, po themi, kultivimi edhe i kulturës demokratike në një vend. Ne e kemi këtë idenë që po rri aty ai, po rri këtu, rri kështu. Po çfarë rri kështu ti aty? Ç'a bën? Cili është qëllimi? Që të mbash me zor karriken aty, që të marrësh privilegjet edhe pagën edhe Kujt ju referohet? Të bësh në marrëveshje. Po shikoj ke një pjesë të madhe të leadershipit Partisë Demokratike, ke qenë 2009 që vetëm u mbet. Ka aty, kanë humbur gjithë jetën, nuk kanë fituar një palë zgjedhje. Po le që kanë ca që s'kanë hyrë në asnjë garë. Po para kalimin e djeshëm të zotit Noka, si e shikuat? A ishte shikuat si një provokim? Po jo, ma është gjë normale, pavarësisht se ata drejtuesit të Durrësit thanë që pati frikë se mos hyni në zyrë, po ne nuk kemi kështu problemesh për të... Ne nuk kërkojmë
nuk jemi po themi në arengë dhe do bëjmë boks, në arenë dhe do bëjmë boks. Ajo është një po themi përplasje idesh, mendimesh të ndryshme dhe nuk ka shkuar njëri për të kriju konflikt. Ne nuk jemi tek njerëzit e dhunës, ne jemi tek njerëzit për të shkuar me njerëz që kanë ide, kanë alternative dhe kanë diskutime. Më thanë që pate frikë, po se di pse nga qa kishte frikë, se duhet ishte përband. Mbase nga e vërteta, besoj. Se nuk elementë të tjerë për të pas frikë nuk ka pas. Nuk ka patur. Po në zgjedhjet e primares u pa që sekët edhe më parë nuk ishte një lloj standardi, ose edhe pse morën votat në një farë mënyrë nuk ju dha ajo qasja ose nuk ju dha e drejta rikandidimit. Pra prapë ishte lista e mbyllur ato çfarë vendosi lideri i opozitës. A shkaktoi kjo irritim nga ato të zgjedhurit dhe jo të zgjedhurit? I referohemi këtu edhe Kavajës? Po patjetër, shiko, politika përveç shpesh shikohet si bashkim mekanik, marrin sikur janë të sigurta, kaq voda këtu, kaq voda aty. Po politika në thelb është edhe kimi, sa tërheqëse është, sa motivon. Fakti që një parti politike, siç është Partia Demokratike, largon njerëzit apo personalitetet politike që për militantët dhe për antarësinë janë njerëzit më të vlerësuar edhe më të votuar, kjo e demotivoi strukturën, sepse u larguan më të votuarit në të gjithë qarqet. Hysén Gadiu i Tiranës, Ain Elbasan, Ilir Krosi në Dibër, Shkëlzeni në Kukës, Elisabeta në Fierë, pa u larguan gjithë njerëzit që morën më shumë vota, u larguan fare nga listat dhe u vendosën njerëz të cilët arsyet po kuptojnë sot pse janë vendos, për të qëndruar gardh për mos ndryshim, se për gjë tjetër rezultat zgjedhor nuk pate. Por pati dhe një zhgënjim tjetër që edhe mua më bën abi, sepse Sali Berisha mbahet si njeri i fjalës së mbajtur, por po ta shikosh nga këndvështrimi i përplasjes së dy grupimeve në Partinë Demokratike në vitin 2021, të gjithë njerëzit që e mbështetën zotin Berisha në përqytete u flakën. Pra, Hysén Gadiu i organizoi foltorën e Kavajës, ishte kryetari i themelimit Kavaj e flaku. Dretan Burgia ishte i Durrësit, kryetari i themelimit, ai që organizoi dhe mbështeti në ditën më të keqe për Sali Berishën e flaku. Dhe njëjtën gjë me Arben Lushën në Shkodër, njëjtën gjë me Krosin në Dibër. Pra njëjtën gjë në çdo qytet ku njerëzit që e mbështeten më shumë, po njëjtën gjë me Edmond Spau në Korçë. Pra njerëzit që e mbështeten më shumë i trajtoi në mënyrën më të keqe të mundshme, edhe nga pikpamja po themi e një vlerësimi që një lider duhet i japi atyre që kontribuojnë në ditë të këqija, po që kanë treguar që kanë edhe mbështetje votuesësh, se nuk është se kanë qenë pa peshë. Pra kanë mundësuar rikthimin e Sali Berishës në krye të PD-s. Përjashtimi i gjithë këtyreve që po thua, pra që po i cek, a janë si shkak pasojë që e juaja, pra që një farë mënyrë ato u pan qartë azi se u drejtuan, jo shmban krahun tuaj. Po është e qartë që edhe udhëzimin që kanë nxjerrë në dhjetor e kanë nxjerrë për të përjashtuar sa më shumë antarë në momentin që do të ketë garë. Po sado antarë të përjashtohen, sado të mos ketë garë, se sot duhet të diskutohej kjo gjë për një që quhet garë në 23 maj. Lista e votuesve të Partisë Demokratike, pra sa antarë ka Partia Demokratike sot, na i thon zotrinj. Koha e barabartë televizive nga selia e Partisë Demokratike, infrastruktura e Partisë Demokratike, që është një parti që paguhet nga paratë e buxhetit shtetit. Sot përdoret për të vendosur në, po themi, influencën e zotit Berisha për të shërbyer kandidimit të tij. Pra ato ndërkohë janë paratë buxhetit shtetit që duhet të shërbejnë cili do kandidat që hyn në garë. Pra nëse i kërkojmë dhe bëjmë shumë mirë që i kërkojmë Edi Ramës zgjedhje të lira, të barabarta dhe të ndershme, siç e parashikon kushtetuta, të njëjtën gjë, po edhe më të mira, për shkak se opozita duhet të ketë epërsi morale dhe duhet bëjë ndryshimin me model tjetër, duhet të ketë Partia Demokratike me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Apo krijon zgjedhje Partia Demokratike sot apo fars. Fatkeqësisht, në shumicën e degëve të Partisë Demokratike, ku janë zhvilluar zgjedhjet deri sot, kanë qenë farsa për të komanduar njerëz që nuk kanë mbështetjen e antarësisë, por kanë mbështetjen apo ju duhet, po, që i duan ta përdorin kur të vinë zgjedhjet. Po pavarësisht se i kanë bërë këto, prap, unë jam i gatshëm që të përballem në zgjedhje, sepse ka kaq shumë pakënaqësi ndaj drejtimit aktual, pa diskutim që unë kam mbështetje, por pakënaqësia ndaj leadershipit aktual është kaq e madhe sa më shtohet mbështetja nuk di më se sa fish.
Pra jeni i bindur që do keni mbështetje, pavarësisht se disa nga deklaratat e kryesorëve të Partisë Demokratike, si sekretarit, si i kreut grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ka thënë që nuk ka një lider tjetër si që zoti Berisha. Për mirë më sot ka, se nuk e di, edhe ju mund t'ju ketë rastis, por nga që takoj shumë njerëz në rrugë, ka shumë që unë dëgjoj që thonë që nuk ka lider tjetër përveç shokut të Enver. Ka vdeka i ka 30 ca vite, nuk merrem me këta. Kjo është idhujtari, dhe ata që kanë idhuj, qofshin në sport, në ku diun politik, në jetën reale, ata jetojnë, i bëjnë idhullit gjatë gjithë kohës, jetojnë me vizionet e tij, me iluzionet rreth tij. Këtu nuk është politik pastaj. Ç'do thotë nuk ka tjetër. Në politikë përcakton vota. Vetëm vendet, po themi, të cilat janë primitive, apo me logjikë tribale, kanë këta që po iku kush do vijë, zgjidh vota. Në Britaninë e Madhe ishte Jeremy, mos gaboj, Corbyn, kryetar i Partisë Laburiste. Humbi zgjedhjet një herë, qëndroi duke shkelur parimin që jep dorëçen. Qëndroi për herë dytë i humbi, bëri zgjedhje, erdhi zotëria që është sot kryeministër Starmer. Fitoi zgjedhjet me partinë tjetër, pra e përcakton vota. Kush e dinte më përpara që Merz në Gjermani do të ishte kryetari i CDU-s dhe kancelari, ishte kryetari i infraksione. Nuk ishte marrëdhënie të mirë me Merkel. Hiku ajo, erdhi prapë në qeverisje. Pra ç'do thotë kjo idhujtaria që vetëm ky e bën. Kjo është pastaj të kapesh jo mbas dhe këtë kryesisht këto deklarime i bën njerëz që nuk kanë mbështetje tek baza, por kanë mbështetje tek lideri. Dhe pora lideri mendon që do shuhen edhe ato që e mbështesin liderin. Ky është problemi, po si mund të thuash të rrëzosh votën, të gjithë, edhe një individ i vetëm, mund të ketë një shok në tavolinë aty ku pin kafe ose pin një gotë raki, që mendon që ai është më i miri në botë. Është i bindur ai. Sepse natyra njerëzore është që gjithë secili ka pëlqimet e veta, ndjesitë e veta, sentimentet e veta. Ai mendon që është më i miri. Ky për shokun e vet, ky që pi raki. Vota e tregon kush është më i miri. Si e tregon? Se bin do të ndryshe atë. Ai thotë që ky është më i miri në botë. Po ky fiton. Futë garë ta tregojmë me votë. Pra zoti Berisha ka avantazhin që ka 35 vite që dominon Partinë Demokratike. Ka disa avantazhin që ka 14 vite që edhe për shkak të këtij Partia Demokratike është në opozit. Dhe ka konsumin, po pa diskutim, dhe ka konsumin e 35 viteve. Hajde ta masim me votë. Dhe vota dhe gara do të tregojë se kush ka mbështetje dhe cilën rrugë duan zgjedhin demokratët. Se pyetja themelore është kjo. Si do të bëjnë Partinë Demokratike fituese këta zotrind? Sot jemi më pak se një vit nga zgjedhjet lokale. Kandidat nuk kanë. Nuk i kanë nxjerr. Një proces se si do zgjidhen kandidatët nuk kanë. Një ide të qartë se si do të paraqiten me çfarë alternative dhe me cilin program elektoral nuk e kanë. Një rinovim partisë nuk kanë. Bashkim partisë jo se po përjashtojnë akoma më shumë për të ruajtur pozicionet e veta. Hapjet partisë jo se ku do hapësh kur ti përjashton edhe këta ç'ke. Apo e bën barazbledhshëm Partinë Demokratike me Partinë Socialiste? Ka një ranë Partia Demokratike kërkon lirinë e votës, ndërkohë që nga ana tjetër Partia Demokratike brenda vetës. Ky është problemi, pra, që unë edhe për shkak të brezet politike dhe për shkak të mundësisë, unë nuk mund të lejoj edhe të rri, po themi, me kokën ulur si sklav, siç mund të jetë mësuar dikush që rri i sklavëruar përpara sklavëpronarit, duke parë që këtu kemi një autokrat të madh që kontrollon Shqipërinë, këtu një autokrat jo dhe aq të madh, po që kontrollon partinë me të njëjtën mënyrë. Po pse do vi se prandaj e them shpesh duhet e përsi morale, se një qytetar që shikon që janë të dy njësoj, shkon voton tek ai që ka më shumë frikë apo tek ai që merr ndonjë mirë materiale. Se është një shprehje që më për më mbaj këtë që kam kur marr në një gjë tjetër. Prandaj e bëj këtë betejë për të ndryshuar Partia Demokratike që të mundi me Deramën. Se ndryshe rrim kështu, bëjmë po diun dua thot populli edhe. Nëse çfarë programi do kishit ju me që po thua duhet një program ndryshe
Nuk ka pra Partia Demokratike deri në këtë moment nuk ka dhënë një program sipas teje që e bën fituese Partia Demokratike me pakta njerëz sot duhet dalë dhe të thotë që të japi nga pushteti vet, t'ia u kthej qytetarëve pushtetin që e kanë mbajt peng nga 2008, kur janë bërë ndryshimet kushtetuese. Duhet të dalim qartësisht dhe të kërkojmë referendum për ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe të bëhen listat 100% të hapura. Duhet që qytetarët të zgjedhin deputetët në një listë propozuar nga Partia Demokratike. Pra të shkojë dhe të zgjedhin në 140 emra të vendosi kryqin, X-in, plusin aty ku mendon ai që duhet të jetë deputet dhe jo të vendosin kryetarët e partive siç është e vendosur sot. Partia Demokratike duhet të dalë me një tezë të qartë për drejtësinë, për mbështetjen ose jo. Partia Demokratike duhet të dalë me një reformë të qartë të propozuar për reformën territoriale. Partia Demokratike duhet të dalë me një diskutim të qartë që nuk bëhet sot për taksimin e punës apo të kapitalit. Këtë do të taksoj më shumë, si do të taksoj, etj. Partia Demokratike nuk mund të bëjë opozitë selektive, që disa biznese të nënës, disa biznese të njerëkës për shkak të interesave të caktuara. Pra ka 1000 gjëra që do kemi kohë do të diskutojmë pra pasi të propozojmë mënyra zgjedhjes deputetëve, vlerësimi i kontributëve. Pra ti nuk mund të marrësh siç bëjnë sot, i marrin ata që janë kontributorë dhe i marrin i flakin në kosh. Ju turrën dijes e pash për kryetarin e Partisë Demokratike në Plash. Një prej familjeve me më shumë kontribut për Partinë Demokratike nuk ka qenë ndonjëherë po themi brenda partisë me mbështetësimi, ka qenë mbështetësi i Zotit Berisha. Ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, e kanë nxjerrë si biznesmen për të hapur fushatën e 11 majit kur kishin konsulent një prej personaliteteve të politikës botërore, siç ishte Kris Lacivita. Dije nga që doli kërkoi që pse keni përjashtuar këta se janë me PD-n, çka nuk i thanë ndragetës si. Ndërkohë që e kanë hapur takimin me këtë që e quajnë të ndragetës, kanë hapur takimin me Kris Lacivitan. Pra kur e kanë të veten, s'ka gjë, le të jetë kujt do, mjafton ta nxjerrin aty. Kur nuk e kanë të veten, çka nuk i shpikin. Dhe kjo është mendësi komuniste. Pra kjo nuk ka të bëjë as me demokracinë, as me një parti demokratike. Kjo është parti komuniste. Po themi si mendësi. Në një parti komuniste ndodh kjo. Po e preke liderin me shtallë i madh. Zoti Lani edhe drejt fundit. Duket sikur nuk kanë besim që do të marrin votat, qoftë të kryesisë, qoftë kur bëhen pra zgjedhjet, sepse e thatë jemi më pak se një vit. Çfarë do bëni ju që këto listat ishin të hapura dhe jo të mbyllura? Do vazhdoj të bëj politik, pra do takoj njerëz, kam bërë një takim. Sa do t'ja dilnit nëse kam bërë një takim. Por shiko, nëse çdo rrugtim sa do i gjatë që të jetë nis nga hapi i parë një herë. Pra unë i kam bërë disa hapa, dhe jo pak. Pra në po themi 35 vite, nuk ka pasur ndonjëherë një lëvizje që të ketë këtë qëndres, këtë konsistencë dhe këtë mbështetje, siç kanë qenë sallat e takimeve të mia, kanë qenë më plot se sa takimet e Zotit Berisha. Kjo në fakt në një farë mënyrë e irritoi. Kështu që e irritoi edhe e vuri në lëvizje, duke ngritur më pas edhe foltorën. Dakor, po unë nuk jam politik për të parë ai irritohet, ta qetësohet, ta bësh qetësohet dikush. Unë jam politik për interesin publik. Dhe interesi publik unë mendoj që kërkon këto elemente që unë po i them. Kam bërë edhe një takim intelektual ku po themi kam kërkuar dhe mbështetjen e tyre, por kam marrë dhe mendimin e tyre për hapjen e listave, për demokratizimin e partive politike si parakusht për demokratizuar shoqërinë. Dhe kështu nis, do vazhdoj gjithkohës derisa t'ja dalim, sepse në këtë moment, edhe sikur të gjithë Partia Demokratike dhe opozita të jetë bashkë, Edi Rama nuk e ndryshon sistemin zgjedhor sepse ka 83 mandate. E vetmja formë se si mund ndryshojë është që ne të kërkojmë referendum për ta vendosur qytetarët dhe t'ju shpjegojmë qytetarëve që pse është e domosdoshme kjo gjë. Por a do sot leadershipi zyrtar i Partisë Demokratike të hapen listat? Nuk do, se do që t'i emërojë deputetët vetë. Zoti Lani, falenderoj shumë që ishit pjesë e kësaj bisede. Shikues të nderuar, bashkë mbyllim këtu, dëgjohemi në intervistën e radhës. Faleminderit.